Këtë muaj bëhen 35 vite të aksionit për pajtimin e gjaqeve, që u udhëhoq nga veprimtari Anton Qeta. Këtë të premte në Kallëzo P1 ndiqni ligjërimet që janë shfaqur kur më parë të Murteza Kurtit, aktivist që e gjiroi ekipin e Zekriaconës dhe Anton Qetës dhe studentëve gjatë punës së tyre në terren në rajonin e Dugaxhinit gjatë viteve 1990-1992. Cilat janë sfidat nëpër të cilat kaloi Murteza Kurti për të ruajtur e digitalizuar këto gjërime në baza krejtësisht vullnetare pas 35 viteve. Fal Lori Kcanës, unë këto materiali kam të digitalizuar. Çka ndodhi nëpër bisedat që u zhvilluan nëpër odat ku mirreshin vesh për pajtimet apo mos pajtimet e gjaqeve para takimeve të mëdha. E zoti i shtëpisë nuk është për shpinë këtu e kalan, byrëm shkadeshte edhe shtini men pi ujë e dur. Cili ishte roli i gruas në arritjen e pajtimit të gjaqeve nëpër oda, të cilat ishin kryesisht vend i burrave. Që faqen e bardh, se nderu drejt veten mastarin. Ndiqeni Kallëzo P1 në ora 8:10 në RTV Dugaxhini dhe në kallëzo.com.